Është një nder i madh që sot unë t'ju drejtohem në emër të gjitha asaj ngjarje që ka ndodhur gjatë vitit 2001. Po është edhe një përgjegjësi për atë që themi, sepse kanë kaluar 14 vite dhe nganjëherë nuk jemi të sigurt se kemi arritur atë që kemi dëshiruar. Mirë po, përpjekjet dhe dëshirat për të bërë më mirë gjithmonë kanë qenë evidente dhe me përpjekje për të realizuar gjithat të cilën e kuptojmë nga ajo që kanë pas, gjithat të cilën e kuptojmë nga ajo që na thonë vazhdimisht dëshmorët e kombit. Këto ngjarje si kjo sot dhe ngjarje të tjera të cilat burojnë në gjitha veprimtari kombëtare, shpresoj që nëpërmjet atyne që ranë, flijuan, u sakrifikuan, u përpoqën, lanë gjurë, në gjitha të rutinë, lanë pjesë të trupit të tyre, në mbajnë të freskët amanetin e tyre, me qëllim që ne të realizojmë ëndrat, amanetet dhe pikërisht atë ideal, atë qëllim për cilën ranë ato. Kam besim se të gjithi kemi ftyrat dhe syt të kthyer nga ata dhe shohim që ato nuk plakën. Shpresoj që amaneti i tyre i freskët të reflektoj në qëllimet tona të freskëta, të mbajt të freskëta të gjitha ato veprimtari të cilat këto dëshmorë i kryen gjatë shërbimeve të veta dhe arritën të na mbledhin bashkë sot këtu pas 14 viteve. Është një përgjegjësi e madhe të jesh për krah tyre dhe të mbetesh i gjallë. Po është një përgjegjësi e madhe që të vazhdosh jetën në mungesë të këtyre trimave dhe të veprosh në kaq vështirësi sa kemi pas deri më sot. Ndërkohë që do të kthehem pak tek periudha e pas luftës. Unë e kuptoj se shpesh ndodhin mosmarrëveshje, shpesh ndodhin keqkuptime, mirë po, do të kemi, shpresoj, një gjë parasysh. Absolutisht, gjërat të vogla, të parëndësishme, të mos ndikojnë në mendjet tona që të përjashtojmë njëri tjetrin. Me qëllim që idealin të ruajmë të përbashkët. Shpresoj që për këto gjëra t'i kemi parasysh në vazhdimsi duke u përpjek me realizu hap pas hapi, një nga një, të gjitha ato qëllime për të cilët ranë ato, me qëllim që të shfaqsojmë apo në një qarë formë të lajmë me vetën nga gjithë ato gabime apo ato rështite të vogla që mund të kishin pas gjatë rrugës. Sepse kuptohet njëri pa gabime nuk ka, po ato gabime nuk guxojnë të reflektojnë, nuk guxojnë të ndisundojnë mbi mendjet tona për përjashtu njëri tjetrin nga qëllimet për të cilat i kemi nisë bashkë. Nuk dëshiroj të zgjas shumë, vjen mirë që sot isha në mesin tuaj, ju shpreh ngushtime dhe dëshiroj forcë familjeve të dëshmorëve për këtë ditë madhështore, po ashtu ju shpreh edhe krenarin që sot përjetojnë ato bashkë me ne, sepse nuk do të kishim mundësi të ishim sot këtu nëse nuk do të na jepshin këtë mundësi ato që ranë për atë.